Belinda Ballukun, kush po mundohet ta eliminoj politikisht? Fuqni ka zënë të terë t'i zjesh, të terë. Të terë që janë ata. Se që po në bëjnë, po bëjnë i mirësi, se në ka dhenë 70.000 leke. Si Belinda Ballukun gjithë ajo ministria. Gjithë ministrat, nga fillu nga deri më të poshtë. Jam në punë. S'flet kur je në punë me Belindën, a mendon se të arrestohet apo jo? Shpresojmë të arrestohet, inshallah funksionon, SPAK-u të arrestojnë. A keni besimi se SPAK-u do funksionojë? Kemi besim, kemi dhe inshallah sa më shpejt. Do ta takoj Lalierin thua? Se janë vëllezër. Po bashkë të rinë atje. Patjetër. Po jo, është femra, është burg tjetër, është gratë. Si lejmë bashkë Si zakonisht? lënë bashkë se bëj zarar atje. Belinda Ballukun, a mendon se do arrestohet apo jo? Mos më ngatro me ata punë. Dhe bëjnë që dua, nuk kur s'kam për vete s'pjes për asnjë. SPAK-u e ka thirrur 2-3 herë. Po s'faqo atë punë karë. Atje të bëjnë të gjithë. Ata që kanë ngrënë popullin, atje të futen. A mendon se SPAK-u do marrë forcërisht atë? Po jetoj me 100.000 lekë. Të të jap ty, shikohet të dalin apo s'të dalin. Si ja dilni? Halli. Me racion. A janë ata arsye që ne nuk kemi? Po patjetër. Se i marrin ata lekës, dalin për neve. Sa lekë ka marrë Belinda Ballukun? Po ku di gjë unë se sa marrin ata tër me lekë janë, ne pa lekë. Kanë abuzuar shumë sa këta nuk imagjinohen. Kush ka abuzuar? Duke fillu Shukedi i pari, e gjithë tjerët mara. Sepse në rast se nuk abuzon dhe Edi, nuk abuzon as tjerët poshtë. A mendova mos ne shoqëria kemi abuzuar me ata? Jo, është e kundërta. Është e kundërt. Kush mendon se po e qafe politikisht ata? Absolutisht asnjë nuk e heq për qafet politikisht, ajo heq veten e vet. Mënyra se si kanë vepruar dhe si kanë punuar. Sipas jush, çka ka bërë ajo? Ajo ka abuzuar me të gjitha shkallët, si më thënë, kryesisht me rrugët. A mendon se nëse SPAK-u, nëse ajo nuk i përgjigjet SPAK-ut sipas thirrjeve që ka bërë ta marrin forcërisht? Patjetër që po. Dhe ti bashkohet Lalierit. Se ishin vëllezër bashkë politikisht. Normale, përderisa ishin vëllezër, vazhduan edhe programin e llojit. Edhe takojnë prapë bashkë. Po prapë do takohen se ka marrë malli për njëri tjetër. Po kryeministri ka këtë fat thua? Kryeministri sa për dini dhe ke ditët me numër. Me numër, për të vetëm arsye sepse Partia Socialiste do jetë prapë pushtet, por do jetë me figura të tjera të reja. Sepse edhe ky, përderisa vjedh i zoti shtëpisë, vjedhin gjithë tjerët poshtë. Çe bën ti? A mendon se Belinda Ballukun do të arrestohet apo jo? Ku ti rrohet apo? Nuk e dorëzon ai, s'ka pse ta dorëzoj, se po doj ta heqë ai vetë, s'ka nevojë të thrasë ata. E ka ai aq fort, atë Arben Ahmeta i që thonë, i dorëzoj ai. Se ka dorëzuar? Po s'dorëzon që ai, se ai po doj të heq, i vë vetë dhe i heq vetë, s'ka pse. Erion Veliaj nuk e dorëzoi thua? Çaj dorëzoj Erioni po të jetë burr, të vit flas këtu, të mbrohet. Po se lën daljet se është në burg. Jo, ku? Ku është në burg ai? Veliaj. S'është në burg ai. Ku është? Ai është në Austri. Erion Veliaj? Më falë, mora për ato. Arben Ahmeta, për të Erionin, edhe Erionin aje kishë makineri i votas. Në njëherë ndodhë që edhe baban e vranë baban e diti në Durrës, u bekan edhe grupë të tjerët. A i faktikisht ishte, nuk e di ma do këtë tjetër, se ishte trim djallë. Tani, shikojmë që do bëhet më mbrapa, por janë për dy vrasin Durrës, si vranë baban. E ke për të parën apo për dytën? Jo dytën, jo djeshmen, jo të parën që e vranë ata. Ploti familjes? Familjes, pra ja quhet familje kjo. Një i dhanë atia, po pra, një i dhanë atia dhe hoqën, shiko. Edhe shteti po dojë dhe më thënë, ose individi? Shteti u bashkua, mbrëm mora vesh tani, shtet opozit pushtet, u bëm bashkë. Dhe kërkojnë tani që të ulim gjas me numrin e deputetëve, të qojmë 101, e të qojmë senatin, vete prap numri atje, nuk hargjojmë shumë lekë thonë, edhe do bet prap, saliu me grupin e tia në senat, edhe pala tjetër me grupin e ti në senat, e mjero popull. Për drejtsin, ne jemi në nivelin 0, dhe nuk ka bërë vaki dhe nuk besoj të jetë asë në vendet afrikane një drejtësie t'il, pa tjetër, ka ra për tokë fare, besimi nuk ekziston, përveç kësaj, drejtësia. Drejtësia bën të kundërtën, është për të tartë keq. Të rinë pa bërë asgjë, prapë mirë, po bën të kundërtën, pajtohet me
Qa të them, është e dhimbshme ta thush. Thanë që Velie ka vjedhur e arrestuar. Me thënë, me thanë, edhe ti po thua, thanë. Ama drejtësia e din. Më thanë... Fakti është që kanë arrestuar, është në burg. Orea duhet prova, të lutem. Prova, për shkuar të prova avashti. Mos u mërzit, se deli pa fajshme. E tjetër, e kupto. Do marrë edhe ca lekë fund për të Po pa tjetër ti marri, përderisa jetojmë në këtë situatë, në këtë batak. Edhe rion na kishte makineri i votas. S'kishte pse ta arrestonte. Po ai ka figura të gjitha. I heq, i vë. Velie me Ballukun ishin si motre vlla. A mendon se mota do shkoj ta takoj vllajën apo? Ai është në burg tash. S'kemi çfarë gjykojmë ne. Kush arrestoi Velie? Spaku. Arrestoi. Arri me Ballukun thuat? Po të ketë vjedhur do arri. S'ka kështu të ndasi mendoni ju. Po s'ka çat ketë. S'ka gjë në dorë. Edi Rama s'ka gjë në dorë me Spakun. S'ka. Sa ke qartë. Po Edi Rama ka rrugën drejt Spakut? Jo, unë se me në kur. Edi Rama ka thënë një laf. Ka thënë, unë kam një problem me veten, duhet lej një emër. Emri nuk lihet me të vjedhur. Kaq. Batak. Nëse Balluku nuk i përgjigjet thirrjeve të Spak. Po i përgjigjet thirrjeve, si shkeme atë punë, po a ka Spak që hap gojen? Këtë më thuaj mua. Pra ti mendon që Spaku se hap gojën? Po nuk e hap gojën, mërë, se ti si rini nuk ekziston. Ku të organizohet rinja? Kush ta bëj? Unë ta bëj? Ku i kam unë djemë që rrita? Rinin që rritëm? Ku e kimi ne? Pse si ke mbajt tu? Po si kam mbajt pra se ju preferu të jetë më të mirë. Përderi se ka një tjetër që të ofroj jetë më të mirë, unë të them mos rri këtu, ik. Këtu letrin ata që u kanë ra bregët edhe të pranojnë këtë drejtësi që kanë. Të lutem. Se tani po del edhe ata po dalin negativ. Arrestove tjetër mos e mbaj një vit në burg. Në rast se ke prova nxirren gjyq. Nuk e fusim brenda. Nuk e fusim brenda. Ja. Kush ta mbroj? Po, Edi Rama do bëhet president në 2027. Nga kryeministri president. Po president do bëhet. Çfarë të shtyn ty ta mendosh këtë gjë? Ato do t'jerrin, ato do marrin. Se i kanë ata kandidat. U be kanë edhe grup të tjerët. Qa shansi është të kesh komshie zëvendës kryeministri? Për zëjnë gru. Kush po mundohet që këtë ta eliminoj? Politikisht plas. Tash i politika qas po bën. Mirë pafshim. Respekte. Lere më me s'kam punë me të më bëjt tash. Unë punoj për vete. Për vete, bravo. Belinda Balluku. Ku ti më gjena, ne jemi popull. Po flasim për Belinda Balluku. O, lere. Se më lere. Është gjenaf me fort. Sepse kanë abuzuar shumë sa... Kanë abuzuar shumë sa këta nuk imagjinohen. Qa mendimi keni për... Çka me Belinda? Jo, rrofë shidrigat, lere, ama të keqe. Po qa të themi ne për Berlinë, qa do të... Çka ka që janë qepur mbrapa? Du ta fusim brapa. Qofse ka vjedhur të fusin, qofse s'ka vjedhur... Do ja rrin thua? Se maso janë politikë kjo punë që bëni. Qytetari, qa mendon për thirrjen 2 herë të Belinda Balluku në Spak dhe ajo s'është paraqitur. A mendon se Spaku mund ta marrë forcërisht këtë person politik? Ata e di Spaku. Si ke gjasës merë me politikë. Kush është Belinda Balluku? Se jo. Është politikane, zëvendës kryeministre. Po shumë me që të rrej prapë. A i ke ndjek? Jo, s'njek qa. A mendon se da arrestojnë? A, s'di qa për zotë shkopit. Respekte. Spaku zien kohët e fundit gjithë media mbar për zëvendës kryeministrin. A do arrestohet apo jo? Ata që të thosh për Belinda Ballukun, foli shkot për ta? A mendon se kjo ka frikë shkojt e Spaku? Po jo, ajo të shku ke Spaku vetë, Spaku së t'i bon gjënë të për këshpije. Po, a si fjallë si thot Spaku. Kush e mbron atë? Ai, gjati. Ta mbroj thua? Mbrojt. Të mbrojt vetën, një s'po mbrojta. Velie se mbrojti. Veline futi vetë në burgoj, për letë. Do më këtë do a i mbron? Këtë do. Po a i vetë, do ketë mundësi që të shkojt e dera Spaku? Jo, sa t'jetë gjallë. Jo. Sa t'jetë gjallë. Po atë kush e mbron vetë? E mbro shteti, mbro shteti vetë, o t'i zëdni. Si se mbro kryeministrin shteti? E mbro shteti vetë. Ta thonë që Spaku është mbi të gjithë. Çdo gjë ka një gjë mbi kokë. Edhe na kemi zotin mbi kokë. Ishi motre vëlla me Lalierin, a mendon se do takohen prapë me Shelia? Ja, se djetë punën, po
Ajo asaj si një ferm kam për këtë punë. S'ka? Asgjë s'ka për të hyrë në ferr. Përshëndetje, si jeni? Po flasim për zëvendës kryeministren Belinda Balloku. Kush më mundohet ta heqë qafe politikisht? Tashi, më falë se unë nuk jam Terezi, më zë ka dhe më zëmbala, nuk jam Terezi. Po gjitha i zë dhëmballa, si ka mundsi? Pse janë që po këta të Spaku duan të arrestojnë? Si ka mundsi? Nuk e di më vëlla, se s'merrem hiç me atë punë, nuk jam botë tjetër, nuk merrem hiç me atë politikë. Me qa merre? Pse duan të arrestojnë? Spaku, çka ka Spaku me ta? Po Spaku e din Spaku, edhe në që se din, më vjen mirë. Unë si qytetar, ati që jap votën, më ka opozit automatikisht me njëherë sa edhi votën. Unë po tjetë se është kështu si përfolet, jam dakord që të veproj drejtësia kaq. A mendon se do veproj pra? Pra keni besim të Spaku, keni besim tek instanca? Jo, besimi ka mungon, edhe tek unë. Po pa tjetër që mungon, po pa tjetër. Jo mungon, por është për të dëshëruar. Spaku e nisi mirë punën, mos u beft kjo. A mendon se kjo Belinda Balloku do arrestohet apo jo? Shiko, këto nuk më pëlqejnë mua. Është hera e tretë që këta i bëjnë thirrje. I kanë lënë afat deri të premten. A thua se do paraqitet apo ka? Ajo more dengle ato. Ato janë kot. Janë mediatike se çdo bëjnë diçka tjetër ata dhe mbysin opinionin. Nuk i gjendet fundi kësaj pune te ne. Te ne duhet një reformë e përgjithshme